Ndër 12 lojtarët e afruar të luftëtarit gjatë merkatos së dimrit është edhe armeni Albert Manacanjan, të cilit i është besuar edhe roli i kapitenit të skuadra Gjirokastrite. Në një prononcim për televizionin Gjirokastra, 28 vjeçari shprehet se ekipit i duhet ende punë për t'u kompaktuar, ndërsa 2 ndeshjet e luajtura të fazës së dytë kanë rritur besimin tek ta. Thank you all staff, team. Dua të falenderoj gjithë stafin e ekipit dhe trajnerin për ftesën në këtë ekip. Keni një ekip shumë të mirë. Kanë ardhur shumë të rinj së fundmi dhe na duhet edhe pak kohë të kuptojnë njëri tjetrin. Kemi gjithçka për të qëndruar në kategorinë e parë, për të shkuar më lart. Ne përgatitemi për ndeshjen e nesërme dhe shpresoj të kemi një rezultat të mirë. Unë kam parë që pas çdo stërvitje dhe ndeshje jemi të përmirësuar. Ne do të shkojmë vetëm për fitore. Të gjitha ndeshjet janë si finale. Do bëjmë çdo gjë të mundur në fushë. Kemi shumë punë përpara. Me këto 2 ndeshje ne kemi fituar siguri për të ngjitur më lart. Trajneri Bledar Devolli një ditë para ndeshjes me Laçin, i cili ka shënuar rezultate pozitive duke mbajtur vendin e dytë në tabelë, shprehet se fitoria me Kuksin ka ndikuar pozitivisht te ekipi. Bluzinjt do të luftojnë për t'u kthyer me pikë nga përballja e nesërme. Po normal fitoret të bëjnë mirë. Si për pikët janë flori për ne, por edhe për moralin e skuadrës. Dhe kam parë dhe këtë javë, kena punu mirë, kena punu me entuziazëm, që është shumë e rëndësishëm në një ekip, e kam thënë që ditën e parë. Por kemi fitu një betejë, por jo luftën. Jemi akoma keq me renditjen, por me ekipin që kemi bërë të gjithë bashkë, besoj se kemi rritë cilësinë, ndërkohë që kemi futur konkurrencën, që është shumë e rëndësishme dhe konkurrenca në ekip. Edhe kemi besim sepse qa shikojmë në stërvitje apo qa punojmë, kemi besim se do ta kalojmë shumë shpejt këtë situatë të vështirë që ndodhemi. Në është ndeshje vështirë, sepse Laçi ka ruajtur grupin, shumicën e grupit të vjetshëm, që i qenë në Super League. Është një ekip që meriton respekt, jo rastësisht është në vendin e dytë, është pretendent për të ngjyrë në Super League. E dim vështirësinë e ndeshjes, por thash, kemi punuar mirë gjatë javës dhe kjo më rrit besimin si mu, si skuadrës që të shkojmë nesër për rezultat pozitiv. Pse jo dhe 3 pikë që do qenë flori për ne. Aktualisht luftëtari renditet me 15 pikë në vendin e 11.